Mirë se erdhët! Sot do t'i hedhim një sy njërës prej metaforave më të fuqishme në botën e menaxhimit, fabrika së mëngjesit. Është, në thelb, një histori për rritjen, për kompleksitetin dhe për artin e menaxhimit, kur gjërat bëhen vërtet të mëdha. Këtu fillon gjithçka, apo jo? Pyetja që të gjithë bëjnë: si arrin një sukses i vogël, lokal, të bëhet një ndërmarrje gjigante? Dhe si e menaxhon atë shpërthim pa i dalë gjithçka nga duart? E po, përgjigja, sipas një legjende si Andrew Grove, ish CEO i Intelit, fillon me diçka fare të thjeshtë, me mëngjesin. Po, me mëngjesin. Ai mori idenë e përgatitjes së një mëngjesi perfekt për të shpjeguar parimet super komplekse të drejtimit të një korporate globale. Le të shohim pak se si funksionon kjo ide. Pra, metafora e fabrikës së mëngjesit. Imagjinori pak, gjithçka nis me një dyqan të vetëm, një biznes i vogël, lokal, ku gjërat janë të thjeshta dhe të drejtë për drejta. Në këtë fazë, menaxheri është ylli i shfaqjes. Ai është aty, i bën të gjitha vetë, merr porosit, gatuan, zgjidh çdo problem sapo del. Menaxhimi është krejtësisht intuitiv. Digjet një vezë, s'ka problem, e rregullon në çast. Çdo gjë funksionon si vaj, sepse gjithçka është e vogël dhe kontrolli është i drejtë për drejtë. Po, por çfarë ndodh kur suksesi vjen dhe troket fort në derë? Kur ai mëngjesi i mrekullueshëm bëhet aq i famshëm sa e duan të gjithë, kudo? E po, pikërisht këtu fillon sfida e vërtetë. Suksesi çon në franchising dhe papritur biznesi shpërthen. Nga ai dyqani i vogël tani kemi qindra fabrika mëngjesi janë mban. Problemi? Menaxheri nuk mund të jetë më kudo njëkohësisht, nuk mund të mbikëqyejë dot të gjitha vezët që gatuhen. Ja ku lind ajo që quhet kriza e kompleksitetit. Dhe shikoni këtë ndryshim, është dramatik. Kontrolli nuk është më i drejtë për drejtë, tani duhet të jetë sistematik. Proceset nuk mund të jenë më në kokën e dikujt, duhet të jenë të dokumentuara, të shkruara. Dhe ja ku vjen ndryshimi më i madh, roli i menaxherit. Ai nuk është më zbatuesi që gatuan vezët. Tani ai është projektuesi, ai që krijon të gjithë sistemin për gatimin e vezëve. Pra, si dilet nga kjo krizë? Si menaxhohet ky kaos? Përgjigjja e Grove është gjenjalisht e thjeshtë dhe e fuqishme. Gjithçka ka të bëjë me fuqinë e procesit. Ideja është kjo: për të siguruar që çdo mëngjes të jetë i njëjtë kudo, sistemi duhet të jetë ylli. Çështja është konsistencia. Një mëngjes në Tiranë duhet të jetë identik me një në Shkodër. Reputacioni i markës varet pikërisht nga kjo. Dhe këtë nuk e arrin dot duke u mbështetur te talenti një njeriu të vetëm. E arrin vetëm me forcën e sistemit. Ja një shembull perfekt. Procesi i standardizuar për vezën perfekte. Përdor vezë të kategorisë A. Vlo ujin saktësisht në 100 gradë. Lëre vezën për saktësisht 7 minuta. Pastaj, menjëherë në ujë me akull. E shihni, këtu nuk ka më vend për hamendje apo improvizim. Çdo hap është i përcaktuar, i matur, i dokumentuar. Kjo nuk është thjesht një recetë, është një algoritëm prodhimi që garanton të njëjtin rezultat, çdo herë, kudo. Dhe kjo na çon te kjo ide e fuqishme. Procesi bëhet më i rëndësishëm se talenti individual. Kjo është zemra e filozofisë së Grove për shkallëzimin. Pse? Sepse një sistem i shkëlqyer i lejon njerëzit me aftësi normale, mesatare, të prodhojnë rezultate të jashtëzakonshme. Dhe jo vetëm një herë, por vazhdimisht. Okej, pra sistemi është ylli, po menaxheri, çfarë bën ai tani? E po, ja ku gjërat bëhen interesante. Puna e re e menaxherit është krejtësisht ndryshe. Ky është evolucioni i tij. Ai nuk është më aty për të zgjidhur problemet e vogla në vend ngjarje. Jo. Tani ai duhet të projektojë sistemin që i parandalon ato probleme fare. Puna e tij kalon nga fizike në intelektuale, dhe përpjekja e tij nuk është më e drejtë për drejtë, por ka një dikim me levë të lartë. Pra, ai nuk është më zjarfikës që shuan zjarret e ditës. Puna e tij tani është të jetë arkitekt, të ndërtojë një sistem që i parandalon zjarret që në fillim. Këtu futet në lojë koncepti kyç, levra menaxheriale. Çfarë do të thotë kjo? Është efekti shumëfishues. Një veprim i vogël i menaxherit ka një ndikim masiv në gjithë organizatën. Mendojeni pak. Një vendim i vetëm, si për shembull të ndryshojë kohën e zgjerrjes së vezës me 30 sekonda, nuk ndikon më vetëm një mëngjes, ai ndikon qindra mijëra mëngjese në të gjithë vendin. Kjo është fuqia, por edhe përgjegjësia e jashtëzakonshme e menaxhimit në shkallë të gjerë.
Mirëpo, projektimi I këtij sistemi të madh hap një kuti të Pandorës me pyetje të vështira. Kjo është dilema e centralizimit. Çfarë duhet të vendoset nga qendra dhe çfarë duhet u lihet në dorë ekipeve lokale? Për shembull, marketingu. Duhet të bëhet një fushatë e madhe kombëtare apo menaxheri lokal e di më mirë se si ti tërheq klientët në zonën e tij. Ose furnizimi, të blien të gjitha vezët nga një furnistor I vetëm qendror për të ulur kostot? Po, a do të jenë vezët mjaftueshëm të freskëta kur të mbërrinë në çdo cep të vendit? Po arredimi, duhet që çdo fabrikë mëngjesi të duket identike për të forcuar markën, apo duhet të lejojmë pak shije lokale? Siç e shohim, çdo vendim I tillë ka anët e veta pro dhe kundër. Dhe ja ku është zgjidhja, gjetja e balancës. Nuk është gjithçka nga qendra apo gjithçka lokalisht, është një model hibrid inteligjent, për shembull, makinaritë të centralizuara për të siguruar cilësi dhe ekspertizë, po furnizimi me vezë, rajonal për të balancuar freskinë me shkallën, punësimi dhe pagat të decentralizuara sepse tregjet lokale të punës ndryshojnë. Çelësi është të gjesh balancën e duhur për çdo pjesë të biznesit. Pra, e gjithë kjo na çon në fund. Si ta menaxhojmë të makinë gjigante? Cili është mësimi I madh nga e gjithë historia e fabrikës së mëngjesit? Dhe ja ku është. Menaxhimi efektiv në shkallë të gjerë nuk ka të bëjë me menaxhimin e njerëzve. Ka të bëjë me projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një makine të mirëvajisur. Ky është thelbi. Detyra nuk është të motivosh individët një nga një. Detyra është të krijosh një sistem ku njerëzit të kenë sukses, të ndërtosh një makinë që thjesht funksionon. Për ta përmbledhur me një fjali, një organizat është një makinë, menaxheri është arkitekti dhe inxhinieri I saj. Pra, në fund të ditës, kjo është ajo që mbetet. Menaxherët nuk janë thjesht shefa, ata janë projektuesit, inxhinierët e sistemeve komplekse që prodhojnë rezultate. Kështu që e gjithë kjo na lë me një pyetje për të reflektuar, pavarësisht se ku punojmë. Cila është makina që ne po ndihmojmë të ndërtojmë? Cila është makina që ne po e përmirësojmë çdo ditë? Vlen vërtet të mendohemi për këto. Faleminderit.